Kjo fushatë elektorale e kandidatëve për deputet të partive politike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit mund të konsiderohet tashmë e përfunduar, por si i shohin qytetarët e Vlorës këto zgjedhje? Për pjesën më të madhe të qytetarëve, kjo fushatë zgjedhore ka qenë më e qetë se ato të kaluarat. Në të kanë spikatur fyerje dhe ofendime mes liderave politik, por kanë munguar përplasjet e forta dhe tensionet. Qytetarët bëjnë apel që kjo qetësi të vazhdojë deri në përfundimin e të gjithë procesit dhe pavarësisht gjithçkaje, rezultati të pranohet nga çdo palë politike. Për ta, politikanët duhet të tregojnë edhe më tepër kulturë dhe të distancohen nga fyerjet dhe sharjet në distancë. Fushata bile më duk shumë e pastër e zotit kryeministër, dije që u bë këtu në Lugomare. Jo në përgjithësi, e gjithë Po mirë, po edhe nuk e ofendoj njëri, e shtere parë. Të përfundoj këtu në se nuk shahet tjetri, si do të tjetë, në për këto zgjedhje, në për këto kryeministra ish kryeministra janë shqiptar. E kupton? Ka pasur fyerje, sharje me sa ke parë? Po, pra. Ai Veratit mos ta them me emër. Jo, pavarësisht ta liderat me një. Jo ta ham njëri tjetrin, jo ta pjekim, jo ta djegim, jo ta bëjmë, jo ta shkatrojmë këtu apo diu. Duhet të eliminuar. Duhen eliminuar këto gjëra. Po si fushate përshkruan të qetë apo ka pasur tensione? Të qetë shumë. Unë për vetë. Me i qetë se radhe kaluar. Po, me ashtu. Ndërkohë, do të ketë tensione ditën e zgjedhjeve në Morimin, si e parashikon? Tani të tëra mendjet nuk janë një lloj. E kupton, mund të ketë. Ajo e tregon koha. Ti ke parë? Kur ish kryeministri dhe kryeministri shajnë njëri tjetrin në ofendi, çka kulturë është? Ku do qëndroj populli? Me këta do eci. Me ish kryeministri dhe me kryeministrin. Der kryeministri atje shanë kryeministrin. Janë edhe këtu në Lurishë nuk shanë njëri. Edhe këtu po të ofendosh ti. Çfarë do sugjeroje ti? Për shembull, për këta dy lidera që përmendën, por edhe për gjithë partitë politike. Ora di tregoj kulturën. Nëse ai nuk ka idenë e kulturës, e të shprehurit. Për mua nuk ja vlen. Ndërkohë, nuk ja vlen. Ka pasur tensione kjo fushata apo ka qenë e qenë? Tensione ka në bazë të kësaj që ti i thua buf, ai të thot kryq. Ti i thua buf, ai të thot kryq. Tash si ta qosh? Si ta qosh? Tension është. Kjo është një luftë e heshtur. Tani e keni ndjekur fushatën elektorale si është duke? E kam ndjekur zile Janine. Rregull më duku. Ka qenë e qetë? E qetë, pra. Kështu themon. Po, mirë. Mendimi juaj personal, por duke krahasuar me ato 4 vite më parë apo edhe për 2 vite më parë që ishte Po, kjo ishte më shumë, më e qetë. Kishte tensione, kishte fyerje? Po kishte, sidomos atë kur fliste për mani fjalim, si i PS dhe i PD-s. Fjalë fyese edhe për njëri tjetrin e për. Ndërkohë ti vetë, për shembull, çfarë do ju sugjeroje partive politike? Po më tepër qetësi, më ashtu maturia, si mund të them. Mendon se mund t'i kenë lënë tensione për ditën e fundit, votimi, numërimi? Jo, s'ma merr mendja. Do të vazhdoj qetë sipas? E qetë mund të vazhdoj ajo votimi, po s'ma merr mendja që ta pranojnë si ata dhe këta. Kushdo që unë? Po që unë, s'ma merr mendja kur që ta pranojnë. Por ka edhe nga ata të cilët nuk duan t'ia dinë për politikë dhe shfaqen të distancuar nga zhvillime politike apo subjektet politike në rang vendi. Kjo kategori e qytetarëve është më e prirur të besojë se ka ardhur koha që vendi të qeveriset në një mënyrë krejt tjetër, ku politikanët të mendojnë për qytetarin dhe jo për interesa partijake dhe vetjake. Mos ma zë në gojë. Pse mo? Mos ma zë në gojë, qartë, jam 90 vjeç tash. Po mirë mo, ti ndjek. 45 i kaluam me ata, 35 me këta, 80 vjet. Me atë sistem, prap, me atë mendje, se nuk ngul asnjë gjë atyre kur u bë pluralizmi. Ndërkohë ma komento pak. E ke ndjek fushatën? Nuk do ta dëgjoj për fushatën. Fushata është. Ke para. Si të zhdukur? E qetë, me tensione, e egër? Kush Të shtunën, heshtje zgjedhore, ndërsa më pas pritet të nisë procesi votimit dhe i numërimit të votave,
por a do të vazhdojë kjo fusha zgjedhore deri në përfundimin e plotë të procesit, po njësoj, kjo gjë nuk dihet, por pritet të shihet në vazhdimsi.